Chelsea shkruar në historinë, shton dhe trofeun tjetër Conference League. Një natë magjike në World Club, Chelsea përmbys gjithçka dhe shkatron 4-1 Real Betisin, duke ngritur trofeun e UEFA Conference League. Fillimi ishte një goditje për blu të Londrës, Luaj kalon në Betisin në avantazh në minutën e 9 pas një super assist nga Isco, një nga lojtarët më të mirë për mendimin tim ditën e sotme, por një pjesë e dytë që shpërthen furia blu. Enzo Fernandez barazon me klasë në minutën e 65, Jackson i përmbys rezultatin në të 70-ën e çon në 2-1, Sancho si e çon në 3-1 në minutën e 83 dhe Caicedo vulos gjithçka, vulos festën në minutën e 90. Dhe ja ku jemi këtu me një Chelsea i cili bëhet klubi i parë në histori që ka fituar të gjithë trofet kryesorë të UEFA-s, që është Champions Liga, Conference Liga, Europa Liga dhe kupa e kupave që ka qenë më përpara, por që nuk është më. Me fitoren ditën e sotme, blu të Londrës fitojnë 7 milion euro, të cilët shkojnë në arkën e kampionëve. Gjithsesi pamjet prekse në fund Antoni i Betisin në lot, por për ta përqafuar shkon një nga miqtë e tij, i cili është Sancho. Londra feston, historia është shkruar, Chelsea mbret të Europës në Conference League. Komentoni mendimin tuaj nëse Chelsea meritonte apo jo. Komentoni mendimin tuaj, leni komentin, bëni follow dhe sa më shumë shpërndarje.